apo që shtemin e populli ti e ke halit. A mendoni edhe jo që një nanë që është shumë e zoja edhe i rrin fëmijëve vet shumë gati, zakonisht këta fëmijë bëhen shumë tembel. Shumë prindër, e sidomos nanat, nga dashnia që kanë për fëmijën, mundohen krejt gjanat e gatshme m'ia dhon. Ja kryjnë detyrat, ja rregullojnë çantën, ja zgjedhin rrobat, madje mundohen edhe problemet m'ia zgjedh. E fëmia mësohet veç me prit, hajt se nana e bën. Një nanë që jep përgjegjësi fëmisë, ndoshta lodhet në fillim, ama kjo nanë po rrit një fëmijë të Zotin, po përgatit me kohë i gatshëm për jetën. Kur fëmiu e rregullon vetë shtratin e tij, edhe nëse harron diçka, e mëson prej gabimit. Kur mundohet vetë me zgjidh një problem, pikërisht këto mësohet, forcohet, rritet. E han ushqimin, e largon vetë pjatën. Kur i ndron rrobat, nëse e ke mësu zakonisht m'ia largu ti, hajt se gjuna, hajt se u lodh, ai e din që ka kush i largon. Prandaj zakonisht komo t'i lanë rrugëve ose qosheve të shtëpisë. Pra fëmijët që afrojmë të gjitha të gatshme, ky fëmijë do të mbetet dembel për tërë jetën. E çka është më e keqja, jo vetëm që është e vështirë për ty si nanë, por nesër me fëmijën tën ka më ballafaqu edhe partnerin e të ardhmen, sepse ti e mësove që gjithmonë me prit nga dikush, apo që shtemin e populli ti e ke halit. Prandaj kur të mendoni që po i ndihmoni fëmijët, mendohuni mirë, sepse fëmijët nuk bëhen të fortë kur ja lehtësojmë çdo hap e kur ja zgjedhim çdo problem, por kur i mësojmë që ata me ecë vet.